thyrja e zemrës nga dashuria nuk është vetëm një metaforë. Thyet në kuptimin e parë të fjalës, se nuk ndahet fizikisht, po shkakton dëme shëndetësore. Patjetër. Çfarë i ndodh trurit dhe shëndetit të njeriu, por edhe kur dashurohet, por edhe kur vuan më pas nga dashuria, pra efekte psikologjike, biologjike, çfarë i ndodh në fakt gjithë sistemit ton imunitar? Në fakt kur dy persona ndahen, sidomos personi që është lënë nga tjetri, normalisht ka shumë pasoja që lidhen, pra personi që është lënë mendon rreth vetes vet që nuk ka shumë vlera, që nuk është i denjë, që nuk që ndjet i padashur ose e padashur nga personi, pra që fillon dyshimet, po fillon dhe fajson veten ku kam bërë un gabim, që më ka lënë. Pastaj normalisht ka dhe pasojë të tjera që sidomos kur dy persona duhen me njëri tjetrin, dhe personi i lënë shpeshherë nga që ka bërë kaq shumë për partnerin e vet, krijon edhe atë pjesën që e lë veten pas dore, pra shpeshherë në një dashuri të thyer, gjithmonë ka një person që shman konfliktin dhe një person që do që të zgjidhi konfliktin. Dhe kur këta dy persona, kur njëri eviton dhe tjetri e stimulon komunikimin, kur ky komunikim nuk ndodh në një konflikt të caktuar, gjithmonë do ketë probleme deri në momentin që këto konflikte të pazgjidhshme do kthehen në një thyerje zemre.